në qoftë se ti sot do bësh një analizë, që deformimi psikologjik neve kemi pësuar, në qoftë se ti do bësh një analizë dhe do thuash që ku janë fabrikat që u shkatruan. Se ne me ushtrinë, po janë fabrikat, janë uzinat, janë që sot ti kur i shikon gërmava dhe thuash si janë ndërtuar, janë brezare, ose malet të tëra, po nuk është vetëm ajo riviera që ti kalon aty, po janë edhe mbrapa. Të gjitha këto dhe nuk është bërë një analizë. Në qoftë ti do bësh analizën, do thonë ajo komunisti, pas kanë nostalgji për komunizmin. Harrojnë që mbas 100 vjetësh, kur dikush të lexojë historinë dhe të shikojë që në këtë vend u ndërtuan fabrika, ky vend arriti prodhonte diçka dhe pa prit mas. Një ditë u ndërpre, asnjëri nuk do thotë, ato e bën komunistët. Sa që thua ti për shembull që autostradat kush i bëri, ai Musteqja. Po ai i bëri pra, po ai ke parasysh, po mbetën ato autostrada, ma nuk i prishën, nuk i ngushtuan të bëjë rrugë dy kalimsh ata se i ka bërë ky Musteqja. Jo, vazhdojnë të jenë më të shpejtat e Europës. Më të shpejtat e Europës, ose Volkswagenin që e bëri ai Musteqja. Nuk i vun minat ata për ta prishur. Ose për shembull po kapin atë Musteqja trashin e Rusisë, që e mori nga bujk robëria, bëri fuqinë e dytë në botë. Të shi kanë filluar, se kështu janë kombet të cilët i kthejnë emrat qyteteve, aeroporteve. Ja kthejnë qyteti, po. Jo, e di pse janë... Sepse, shiko, më fal, ta mbaroj dhe pastaj vazhdo. Kombet e mëdhaja, ato që janë perandori, nuk shohin se ky vrau njën, po qatë shuni li ishte në lagja ime, pushkatun, më kupton? Mbas 50 vjetësh, 100 vjetësh, ata llogarisin ku isha, ku mbrita. Unë më morin në vitin 1917, gati më kishin ardhur në Shën Peterburg dhe ande nga Siberia mbretëronte Ariu. Në vitin 45 filloja në Berlin, mbaroja në Sahalin, se i pushtojte Sahalinin, Japonisa i, fillonte në Arktik dhe mbaronte në detin e Kinës. Këto thonë, të shikë kështu, ose pra të Musteqjen e vogël Gjermanisë. Pra ato thonë, çfarë bëni ky? Sot e kësaj dite, ata Gjermanët, po ti kërvisësh një çik kështu, si e nxjerrin ata, me njëherë e nxjerrin se kush janë. Dhe ne merremi që, komunizmi, çka ka bërë komunizmi? Ti 4000 vjet i vrarë vetëm 97. 4000 janë tur gërmo, kanë dalë një 4000 vetë që janë vrarë duke nisë nga prodhuesit hajdutët, diversantët, aq janë vrarë. Unë po e them këtë shtetë revolucionare, do fillojnë gjithë bagjellat e komunisti. Jo, në fakt, por problemi është që na ka ardhur një kohë që të bëjmë llogaritë, se po s'bën këto llogari, këtë tipin që del kështu e thotë zgjedh para kosh me dashnori votës lirë, në fakt ky është shkatruesi i Shqipërisë. Dhe Gjermania dha faktin që nxori në fakt është ligji një parti që në fund i ka dhënë diçka Gjermanisë. Ky na ka dhënë vetëm të merr. Dhe më e bukur është që kushto bashkohet me të me një frym, me të njëjtën frym. Janë djem dhe vajzat mrekullueshme brenda. E kam dhënë shembullin, e kemi ai që shkruajte libra, lexote libra. Më bën përshtypje janë këta të rinj që kanë ardhur tash Aldo. Tash këta bëjnë sikur po jetojnë në një parti e cila ka norma, ka rregulla, ka. Aty po e hodha shurën kundër ti, ai të marrë të bën që ta pish ata. Të bën ta pish. Ai e bëri gaz bardhin të kakaristës si donte. Ai gaz bardhi që kakaristën krah tjetër. Se janë gjithë me dosje ata, dikush për vrasje, dikush për vjedhje. Këtë po thoje, më ndërpreve atë për mire bëre, problemi ishte që kur dëmtove këtë drejtësi që të thash, në atë kohë, që përflisja dhe për shkollën një tjetër, pra ajo shkollë, ajo shkollë, se pa e majmë, ajo shkollë kodë komunizmit kishte këto lloj, por edhe në Amerikë, dhe në Angli, dhe kudo kjo pjesë e drejtësisë është maja e majës, në kuptimin e personave që janë kryet të saj, në këto janë studius të jashtëzakonshëm, sepse ndryshe s'do ishin që futët aty. Do ishin, në lejnë agronomi që futët. Bravo, në lejnë dhe duke sekretari, në i gjokë, në i gjyqë, vogël, dërno, në
zezak po ja dhe për jetë punë më dhe se rregullojmë këtë muhabet. Mas 6-7 vjetësh burg që bëj ai. Deri pa fajin. Po këtë pjesën tjetër, këtu s'lejnë. Kurse në Shqipëri, këtë po them, domethënë mjeshtria që i dha në dorë Saliut, që ai e bën në mënyrën më të bukur të botës, nuk besoj të ketë një dytë, përveç Zelenskit, pra të vazhdojnë të harmonë për Zelenskit. Përveç Zelenskit që kaloi njëri, bëri këtë që domethënë e kapi këtë drejtësi në duar. Këtë drejtësi të ishte tribale, të ishte thisi jem, kushrini jem, jemi jem, goca jem. Më kuptove dhe detyrimisht nuk ke mundësi me hec përpara, sepse në momentin që i duhet të godasi dikë ose të lëroj dikë, i qoj video, i qoj faturën që ka morë me lekë, si janë gjithë korruptumat, ata t'i kapësh, t'ja hapësh telefonin si që ja hapën ati, këti si e ka ky. Arjon Velis, t'ja hapësh telefonin atyne, po t'ja hapësh telefonin atyne që po hetojnë këte. T'ja hapësh telefonat hetuzve që po hetojnë. Pra, se është sistemi t'i. Dhe këtë sistem të ashtë ti po mundohesh me sjell në për Terezi duke kriju spakun, po të eliminohen ca dhe nga spaku, më kupto do vinë tjerë, po është një hap shumë përpara. Dhe ky çaj thotë shqiptarët, ja u shkatrojnë spakun, mos e vini me urta shqyqy që po morim edhe në letër, në gjodha, po e morim me atë i Albanian. Shoku ja u shkatroi atë edhe. E habisme, dhe më thaj thos më votuar shqiptarë. Më kuptove, të më është... Por... Ajo që do të arri përsëris po sot, dëmi jashtëzakonshëm psikologjik, që i ka sjell frymës shqiptare, që i ka sjell opozitës shqiptare, se nuk ka opozit akoma, janë vetëm disa. Jo, edhe këta të rritë për shumë janë komplet të infektum, janë komplet të infektum. Për shumë, për mu, ky, si e ka ky, Lapaj, është Sali. Më gjatë, mi që të dy gjilojmë duket. Por është Sali nga jugu, ky është Sali nga veriu. Jo, pa shaka fare, të më thënë, shikoj, çfarë do të ky për shumë, jam, se unë asë nuk unë shpirë dhe asë nuk unë godasë njeri të vëndit tim, asë njonin. Ajo që po shpjegoj është kjo. Qa thot kjo e keni intervistat e vetë, kjo thot, unë thot duhet blokoj parlamentin. Kjo ishte dëshira më e madhe e Lapaj. Blokote parlamentin, që të boshin zgjedhje tjera, që të boshin këto tjera. Si 91-shin. Bravo, 95-ën, me radhe, me 96-ën, që as ka pa 96-ën, pa 97-ën Shqipëria, e 98-ën, drejgjit. Më 2013-2000. Pra, nëse marim Sirizën, se du ta shpjegoj, marim Sirizën. Siriza nuk erdhi me ne do ta bllokojmë parlamentet, do bëjmë. Dha një frym, dha një ide. Dhe çfarë do ide, qoftë nga një individ, i bu miliona vetë që vinë pas teje. Për shembull, ne do ta bëjmë të sa më të prekshme ta bësh idenë ke njerëzit. Aq më shumë ndjekës ke, dhe arsye pse këto patën kaq ndjekës sa patëm, duket 60-70, nuk e di se sa. 180 shkon gjithë partitë e reja. Duket diçka e tillë, mos të më shumë. 130 në rregull sa të jenë. Është sepse njerëzit janë lodhur nga këto dy parti. Pse janë lodhur? Se një parti, vetëm hamut të një partije, kjo partia tjetër mundohet me dërtu në i gjohë edhe me ndodhën e i mrapsh këty në tjerëve. Po çrnodh, kur bëhet gjithë kjo balë ndërmjet njerëzve, ti s'kupto mo as për që ndërtohet, bile si ishte një mrekulli që e dëgjova diku. Tha, nuk e kuptoj, tha njoni, shive ku ka arrit niveli.
Jo, me sinqeritet, nuk e kuptoj, tha njëri, dhe ishte shumë i përqëndruar dhe e besot atë që tha. Se si, tha, të marr unë më pak vota, që unë ta kam qenë kundra ndërtimit sheshit, kundra rrëzimit teatrit, kundra ndërtimit të stadiumit, kundra ndërtimit spitaleve, aty qëndro për këtë t'i japin votat. Nuk t'i ka vjedh njeri, ja ke vjedh vete, se ke qenë kundra gjithë, pa ne si ke morë votat, ta thot Amaildo.